Gjykimi për rastin Onkologjia 2 vazhdoi me marrje në pyetje të dëshmitarëve. Rasti në të cilin ishe drejtori i klinikës Nino Vasev dhe ishe drejtori ekonomik Nehat Nuhi akuzohen për krim financiar dhe përvetësim në shërbim. Lidhur me akuzat për keqpërdorim të vulës së klinikës onkologjike, dëshmitarja e parë, një punonjëse onkologjisë në Sportel, tha se vula e Vasevit ishte përdorur në çdo terapi të lëshuar për një pacient onkologjik. Por i tha gjykatës se ajo nuk ka vënë re nëse mjeku i rriste ose zvoglonte terapit për një pacient të veçantë me një stilolaps. Në çdo raport për barnat e dhëna tek pacienti kishim nënshkrimin e doktor Nino Vasevit, si dhe për ato barna që janë me buxhet të kushtëzuar. Nuk kam vënë re nëse në ndonjë pacient Vasevi ka rritur apo ulur dozën, thjesht kam vënë vulën dhe e kam përcjellë pacientin më tej. Sipas mbrojtjes së Vasevit, kjo është dëshmi se vulat janë përdorur për secilin pacient dhe kjo nuk është një krim. Në vetë aktakuzën qëndron se i pandehuri Nikola Vasev ka shërbyer me faksimil të një mjeku tjetër Meri Pesheva. Tani është vërtetuar se nuk është kështu dhe se praktika e klinikës sot është mbajtja e të gjitha faksimileve dhe vulave në një vend me qëllim uljen e pritjes. Dhe nënpunësja vendos vula pavarësisht se cili nga mjekët e jep raportin në atë departament ku ajo punon. Pra, nuk mund të kishte asgjë të ndaluar, të pa autorizuar dhe të paktën një vepër penale siç është të bërë në aktakuzë. Mbrojtësi Spirkovski gjithashtu deklaroi se për shkak të vëllimit të rastit, por edhe për shkak se Vasev u akuzua në rastin Onkologjia 1 për trajtim të pandërgjeshëm të pacientëve. Pas seancës së sotme, ai paraqiti një kërkesë në gjykatë për dërgimin e tij në arrest shtëpiak, në mënyrë që ekipi ligjor së bashku me të mund të përgatisnin mbrojtjen. Përveç Ristovskës, në seancën e sotme dëshmoi edhe një antar i bordit drejtues të klinikës, i cili tha se barnat onkologjike janë prokuruar me kërkesë të Ministrisë së Shëndetësisë. Kjo u pasuan nga dëshmia e një punonjësi të farmacisë në klinikën e onkologjisë, e cila shpjegoi se si sigurohen ilaqet. Në rastin Onkologjia 2, Vasev dhe Nuhi akuzohen për abuzime me tenderët për prokurimin e barnave, duke dëmtuar kështu buxhetin në vlerë prej rreth 36 milion euro. Seanca e radhës për këtë subjekt është caktuar për datën 21 tetor.